Të nderuara media, të nderuar qytetar, premtimet e parealizuara të Bilal Kasamit. 4 vite pritje, shumë fjalë, pak vepra. Kryetari në ikje, Bilal Kasami, gjatë mandatit të tij nuk arriti të përmbush asnjë premtim që u bëri qytetarëve përmes programit zgjedhor para 4 viteve. Sot ai kërkon mandatin e ditë, por ende pa shpjeguar se pse nuk u realizuan premtimet me të cilat i fitoi zgjedhjet. Tetova vazhdon të ketë të njëjtat probleme të përditshme, ndërsa Bilal Kasami vazhdon t'i gënjej e t'i mashtroj qytetarët vetëm për vota. Ai premtoi ndërtimin e parkingjeve në qendër të Tetovës me sistem montimi, por 4 vite më vonë ky projekt mbetet vetëm në letër. Tetova vazhdon të mbitet në kaos komunikacioni, ndërsa qytetarët rrotullohen me minuta të tëra për një vend parkimi. Në program ishte parapar edhe krijimi i policisë komunale si strukturë që do të kujdesej për rendin dhe sigurinë urbane në Tetovë. As ky premtim nuk e pa dritën, as që është diskutuar ndonjëherë. Qyteti mbeti pa kontroll urban dhe pa autoritet që do të sigurojë rend në hapësirat publike. U premtua hapja e bulevardit Qendër i Linden që u paraqit si zgjidhje e lehtësimit të komunikacionit. Megjithatë, edhe pas 4 viteve, ky bulevard rezultoi të jetë një mashtrim i madh. Banorët e asaj zone ende përballen me infrastrukturë të papërfunduar dhe komunikacion të bllokuar. Kryetari në ikje premtoi tregje moderne komunale për tregtarët e qytetit dhe për qytetarët. Premtoi kushte për zhvillim të ekonomisë lokale. Por në realitet, ato ekzistues janë pa organizim, pa higienë dhe pa infrastrukturë. E sa për tregjet e reja, nuk duken askund. Të njëjtat u harruan. Një tjetër premtim që bëri buj ishte ndërtimi një fabrike për reciklimin e mbeturinave. Ende sot asgjë konkrete nuk ka nga ky projekt. Mbeturinat vazhdojnë të jenë plagë e përditshme e qytetit, me di universitete dhe me një nga problemet më të mëdha mjedisore të Tetovës. Ky kryetar që me kaq lehtësi gënjen, premtoi 4 pishina të mbyllura për nxënësit e shkollave të mesme. Asnjëra jo që nuk është realizuar, por edhe ato pishina që janë ndërtuar nga qeverisja paraprake nuk dinë të mirëmbahen siç duhet. Pas 4 viteve në krye të komunës, Bilal Kasami la pas një bilans me shumë justifikime dhe pa rezultate. Tetovarët nuk e morën qytetin që ju premtua, as me parkingje, as me tregje, as me polici komunale apo infrastrukturë moderne. Tani, kur kërkon besimin për një mandat të ditë, qytetarët e Tetovës kanë të drejtë të pyesin. Nëse nuk u realizuan këto në 4 vite, pse duhet i besohet se do të realizohen në 4 të tjerët? Ju falenderit.